Tani një koment keni zoti Baton dhe zoti Anton, se kjo është edhe ndonjë pyetje për armiket e fundit që kemi. Me thënë drejtën, është përkeqardhje për mënyrën se si në çfarë gjendje ka ardhur Partia Demokratike. Nuk është që nuk kemi konstatuar me herët se ka shkon dhe ku do vije fundi i saj. Dhe këtë detyrë ka marrë themeluesi i saj. Ai që ka themeluar, don që ta përfundoj ose t'i jap fundin Partisë Demokratike. E ka marrë si detyrë, edhe politike, edhe biologjike për Partinë Demokratike. Tash, çfarë kanë këto dhe Ja, tani vjen një mesazh dhe nga zonja Anila, sot edhe asaj të Kamzës, si kanë gjetur asnjë bashkëpunim sot Alisja, se jam duke ndjekur live dhe kam përjashtuar nga kryesia po me të njëjtin motivacion. Po. Që po më shkruan këto momente ku të na ndjekur, po grua dhe bashkëpunëtore Rama. Ndoshta i përjashtojnë gjitha gratë apo jo? Të përshëndes. Ju dyjave këtu, ju jeni një model për cilin do të gjinden plot tash rrugës që do kenë fatin e juj. Dhe ky fat i juj me gjithatë është një farë, edhe pse ju e keni si fatkeqësi, unë konsideroj që du ta keni përnder që përjashtoni nga një njeri i cili do t'jap fond Partisë Demokratike. Në fillim e keni dhimbje, është dhimbje për arsye se jeni në forcë po i thuat. Po, se keni kontribut. Ato nuk e kemi dhimbje fare, se faktikisht unë jam renditur... Ndoshta kanë shpëtuar. Jam renditur krahas Zemrajdarit, fal njerëzve që guxojnë, fal demokratëve të vërtet, fal demokratëve që nuk ndoshta duhet parë dhe kështu, ndoshta kanë shpëtuar. Po ja pra, këtë po të thëmë. Po pra. Ja, shpëtimin e gjejnë brenda një rebelimi. Dhe rebelimi edhe ndryshimi kështu vjen. Kur njerëzit përjashtojnë dhe largojnë njerëz duke e eliminuar meritokracinë. Tash unë nuk ju njoh shumë juve, unë po flas me logjikën politike dhe atë që ndëgjova. Po flas me fjalitë dhe logjikën politike që përdorni këtu dhe arsyetimin që përdorni këtu, po shpresoj që i kam rezervat e mia gjithmonë nga njerëzit politik, po shpresoj se kjo e vërteta juaj është e vërtet tamam. Dhe nuk është ndonjë vërtet tjetër të cilën unë nuk e di. Por, po flas me të vërtetën e juaj. Tash, drejtoresha rajonal tjetra, më thot Alfred Lela. Pra të thash, ta tham, atë të thash. Po drejtoresha tha kjo. Me gjithato. Por nuk është përjashtim ka Gjergje, ai vendi drejtoreshës se tash janë bërë këto punësimet në administratë. Ajo pas ka ikur vetë, nuk është përjashtuar Lela. Gjithsesi zonës Gjergje, ai vendi drejtoreshës në rakonte sepse ka 30 vite mjeke specializuar në Spitalin Elbasan. Por gjuhëtia shpitave vazhdon. Kjo është edhe problemi për shtetit që njerëzit partisë, ndoshta e jo zonës Gjergji i ka dhënë përparësi, dhe ndoshta kjo është për fakti një detyrim i zonës Gjergji që meritokracinë ta mbaj për shkak të largimit nga të partia dhe ta fitoj pozicionin e merituar. Tash këto janë probleme shqiptare me thënë drejtën, por ajo që mua unë e besoj që Antoni do ta thot vetë këto, nuk është ky rast turpi, për arsye se në politik turpi është i mbështjellur me retorik dhe gjithmonë gjenet një arsye dhe një armik brenda, por një parti e cila po shkon ka fundi i saj, që nuk ka asnjë shpresë të ngritet, me këtë logjikë politike, nuk e ka luksin që njerëz si ju t'i largoj. Dhe ky luks të cilën e përdor Berisha, unë nuk e di ku e çon, por e di që edhe këtë po them, po i bën nder të jashtëzakonshme partisë në pushtet prej kohësh. Dhe këtë kam bindje, e kam thënë gati prej vitësh, që është njeriu më i gabuar. Çfarë do meritat ketë në të kaluarën? Rikthimin e tjera. Dhe
mire tha, e kërkon rikthimin e tretë duke menduar që SPAK-u, Bashkia Ndërkombëtare, do të burgoste gjithë, do të rënojt gjithë, do të vjen një revolucion dhe ai do të kthehet si Feniksi. Është e pamundur kjo. Doktori po shëndron në partinë e Parti Familjare. Do të thonë, aty ka qëllimin dhe të jesh opozitar, normalisht që keni pushtet. S'është më rëndësi, për të a vjen Partia Demokratike si fituese apo jo. E para bëhet përmes 4 kushteve. Kur i ndëgjoj, atëherë është doktori po e kryen modelin e frikës, brenda te antarësia dhe te kryësia e tij, dhe njëkohësisht e ka ndërtuar mekanizmin e mbjetesës. Mekanizmi i mbjetesës është që t'jetë Parti Familjare. Do me thënë, spastrimin që po e bën, ja këtu i kemi dy gratë të cilat me elokuencë po shihet që e meritojnë një vend transition në Partinë Demokratikës, ai me spastrimin po mundohet që për të mos e ndryshuar partinë, por ta merr edhe ta mbajnë në kornizat e mediokritetit. Qartë. Edhe ky është fjalia ime e fundit. Ky është për ata që e dinë logjikën politike dhe si funksionon një parti politike, ky është mekanizmi më i mirë i shkatërimit të një partie. Dhe ka kohë që po them që themeluesi i saj po e çon ka fundi partinë e tij. I ka marrë 2 detyre, ka themeluar edhe ta ka fundosur. Po ndoshta nuk duhet të themi fjalë shumë baton se kështu i duhet. Po kështu për i duhet po them. Ai e ka krijuar. Po bra. Dhe ore mos bëhemi ne më katolik se papa mor. Mora ai don ato. Rezultati është problemi. Ai atë do, se duhet më rezultatet i ka. Isha sigur u caktua kryetari për koshëm në 91. Ore mos po flasim kot në ka personalizuar partinë. Po problemi është që sa më shumë personalizohet, aq më shumë reduktohet partia. Pikërisht pra. Dhe pavarësisht se ai mund ta ketë personale dhe ta ketë shumë besuar, të ketë njerëzit në rresht pas vetes, është e sigurt që askush do fillojnë njerëzit mos ta besojnë më, askush do besojnë më që këta mund të kenë fuqi për të ardhur në pushtet. Mund të bëjnë numër për të ardhur. Anton, edhe pe bën një gjë. Sa herë që po provohet me mu kriju një parti, qof nga e djatha, qof nga kushdo, ai pi bën armiqësor, pi bën dhe ai nuk po lën rritjen as jashtë Partisë Demokratike. Ky është problemi. Dhe kjo është aleancë me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Të dyat, sa do që të krijohet diçka e re, ata debati propozitën duhet të bësh. Problema kjo. Në po që Rama përjashton Speropalin si do vet. Jemi në Partia Demokratike mund të bëjë një model tani tek pse do kalojmë. Komplet një moment interesant. Një persekucioni nga ana e të 2 liderëve, me që juve tashmë përmendot edhe zotin Rama. Janë në kushtet e një manie persekucionit.